të them ca kuriozitete. Atëherë, skenat e xhiruara në shpellë tek filmi janë një bashkim i 4 shpellave të ndryshme. Unë doja një hyrje të bukur të shpellës dhe hyrja ishte shpella që ndodhet në Kulcyrë, në afërsitë të Kulcyrës, quhet shpella e Kulcyrës dhe ka atë entrancën aq të bukur dhe rrugën me gura afër me lumin, por sigurisht ajo pastaj nuk vazhdon shumë në thellësi sepse është shpellë nga ku buron dhe lumi dhe nuk mund të hysh shumë në thellësitë e saj, aty mund të hysh vetëm me zhytje. Pastaj kemi shpellën ku grupi takon, po themi, lakuriqat e natës, e cila ishte një shpellë në Lengaric dhe ishte në rrezik shëmbje si shpellë, pra ishte shumë e madhe, shumë e lartë, të kujtonte pak shpellat tek filmi i parë i Batmanit. Ishte kjo rreziku sepse e shikoje ti që kishte rënje, sepse edhe nga lagështira ma ti shikoje që aty ishte shëmbur, edhe tavani i shpellës nuk dukte solid. Pastaj është shpella me ujin termal, ku ato ndalojnë për një moment. Tani alternativa më e mirë ishte në Saranda, por ishte diku, nuk e di, 2 orë e gjys larg për të shkuar, kështu që u nisëm shumë herët, kemi kaluar lumin disa herë për të shkuar tek guva tek e cila do xhironim, na ka ardhur policia kufitare sepse mendoi që po kalonim në mënyrë ilegale në Greqi me gjithë ato kalime të lumit që bëm. Fatmirësisht na ndihmuan, morën pajisjet tona që t'i kalonim më lehtë nga ana tjetër e lumit. Pra kjo ishte e treta dhe e fundit që ishte më e bukura, besoj ishte shpella me stalaktitet e stalagmitet që kishte një ngjyrë roz të bukur dhe shkëlqente, kishte një ndriçim nga formacionet krypore, sigurisht që kishte, dhe ajo ishte diçka shumë e veçantë dhe kisha qejf që atë ta lija për të fundit. Ishte edhe vendi ku personazhet flejnë gjumë gjatë asaj nate. Sigurisht hym edhe këtu mund shëtisje sepse ishte si shpellë, ishte thjesht një korridor shumë i gjatë që ekspandoheshe, bëheshe më i ngushtë, derisa pastaj merrte disa dëgëzime që nuk e di as vet